Inflacioni po vazhdon të jetë prezent, duke bërë që shumë çmimet të produkteve ushqimore bazike të rriten në masë të madhe dhe të ndikojnë në ekonominë familjare. Një lloj është diskutuar edhe për rritjen e çmimit të mishit. Jakub Bellaça, njohës i çështjeve ekonomike, në një lidhje virtuale për Mediumin ton, u shpreh se arsye e rritjes së çmimit janë kombinimi i faktorëve të jashtëm e të brendshëm, si dhe faktori energjetik. Arsyeja për shkak të ngritjes së çmimit të mishit është për shkak të kombinimit të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm, kostëve të larta të cilat janë nga faktorët të jashtëm dhe të brendshme kanë ndikuar edhe në rritjen e çmimit. Ndërsa një faktor tjetër është për shkak të rritjes së çmimit të mishit është edhe inflacioni i lartë për produktet elementare jo elastike bazike. Në kuadër këtyre produkte elementare bazike jo elastike hyn edhe mishi. Mishi faktikisht realisht edhe është një produkt vleror me vlera të larta, i domosdoshëm dhe etike, mirë po faktorë tjerë që kanë ndikuar në rritjen e çmimit sigurisht që kanë ndikuar më herët e faktorë edhe është ndikuar edhe faktori energjetik për shkak të energjisë, çmimit të energjisë elektrike, gjithashtu është një kosto e lartë si për prodhuesit ashtu edhe për punuesit e mishit. Ndërka Bellaça u shpreh se faktor tjetër është edhe rritja e çmimit të derivateve, që ka ndikuar në rritje të inflacionit të produkteve bazike. Një komponent tjetër, një faktor tjetër është edhe në kohët e fundit është edhe rritja e çmimit të derivateve të naftës dhe benzinit, të cilat i ka rritur kostot dhe ka ndikuar në rritjen e çmimeve, mirë po edhe siç kanë një të mazgjeruar edhe për shkak të rritjes së inflacionit për produktet elementare bazike, në kuadër të këtyre produkteve hyn edhe mishi, të cilët është jetik dhe i domosdoshëm sidomos për kategoritë me tyra të ulta dhe të mesme, të cilat e tkurrë buxhetin e familjar dhe ndikon direkt në ekonominë familjare, në jetën e konsumatorit, po edhe në jetën edhe në aspektin ekonomik në nivel përgjithshëm që ndikon edhe në jetën socio-ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Sipas shifrave statistikore të vitit 2025, ekonomisti Bellaça bën të ditur se çmimi i mishit u rrit për 4.5%. Ti referohem me shifra statistikore për shembull në vitin e kaluar, domethënë vitin 2025, brenda vitit kalendarik ku 4.5% është rritë në mënyrë mesatare, domethënë çmimi i mishit. Ndërsa po ti referohem sipas publikimeve statistikore dikun kronologjikisht apo historikisht për shembull në vitin 2020 deri në 2025 dikon 53% të cilës është në mënyrë graduale të cilat është rritur çmimi i mishit. Rritjen e prodhimit për krahjen nga institucionet e subvencionet, Bellaça i konsideron të rëndësishme në mënyrë që të ketë sasi të mjaftueshme mishi e kosto më të ulët për qytetarët. Dihet që mishi apo produkti i mishit është artikull bazik jetësor më së domosdoshëm edhe jetik për qytetarët e ekonomisë familjare, andaj këtë rast do duhet që të subvencionohet të përkrahet më shumë, kisha sugjeruar nga Ministria e Bujqësisë, gjithashtu mekanizma tjerë, në mënyrë që të përkrahet dhe rritet fermat e gjedhve për mënyrë që të ketë mish mjaftueshëm për Kosovën edhe për qytetarët e Kosovës, gjithashtu edhe të rritet prodhimet, gjithashtu edhe eksportet të subvencionohet, gjithashtu edhe prodhimet të subvencionohet në mënyrë që të stimulohet edhe të zhvillohet dhe të rritet më shumë kjo veprimtari, mos të importojmë thjesht se për shkak të importit të lartë, varësisë nga importit edhe kostot janë shumë të larta. Mes tjerash, njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça shtoi se nëse vazhdon rritja e çmimit të mishit, zvogëlohet fuqia blerëse dhe kjo mund të ndikojë në shëndet të familjeve dhe qytetarëve të Kosovës.